Është finalizuar me sukses projekti me profesion dhe zemër për njerëzit me aftësi ndryshe, organizuar nga Shkolla Profesionale Teknike në bashkëpunim me Qendrën Rezidenciale të Zhvillimit Korç, me fokus për mirësimin e kushteve të qendrës, ku nxënësit e profileve të ndryshme kanë kryer një sër punimesh praktike, duke e kthyer aftësimin profesional në një kontribut real për komunitetin. Kemi pasur një angazhim të nxënësve në të gjitha drejtimet që ofron Shkolla Profesionale Teknike, por nuk ka qenë vetëm ky aktivitet. Edhe vetë përfituesit e qendrës rezidenciale kanë vizituar Shkollën Profesionale Teknike me të gjitha bazat produse që ne kemi në shkollë dhe atje kanë realizuar disa produkte të vogla, të cilat sot janë në këtë aktivitet në panairin e veçantë që ne kemi krijuar, kur të gjitha punimet e tyre të realizuara për tyre do të jenë në shitje për të ftuarit në këtë aktivitet. Ka dhënë një ndihmës maksimale në përmirësimin e kushteve, nevojave të qendrës, por ajo që ka qenë më e rëndësishme dhe që duhet të theksoj është mënyra se si janë ndier përfituesit e qendrës, rëndësia që ata i kanë dhënë vetes, sa krenar janë ndier dhe sa të vlerësuar, sepse ajo që ata kanë nevojë është kjo, të ndihen të pranuar dhe të barabartë, të ndihen pjesë e shoqërisë dhe gjatë gjithë këtij muaji ata kanë qenë të barabartë me nxënësit dhe profesorët që kanë shërbyer në këtë qendër dhe janë ndier krenar për veten dhe për aftësitë e tyre. Aktivitetit janë bashkuar edhe biznese lokale, të cilat kanë dhuruar veshje, ushqime dhe materiale të tjera në ndihmë të qendrës. Ky bashkëpunim shënon një shembull të mirë solidariteti dhe ndërgjegjësimi për një komunitet pa bariera, ku diversiteti shihet si forcë.